Sa herë kur të bish, llogarite se mund të mos ngrihesh. Andaj mos bërë të flesh me muzika në vesh, se mund të mbesish me ato në vesh. E natën e vorit kur të vinë me laqe ti, a ka ti heksh ato. Ja, ka mbaru kjo punë. Me dhikër të zënë gjumi duke përmend Allahun dhul xhelal. Dhe kur të del gjumi ta përmendish Allahun dhul xhelal. Nëse të zënë gjumi me të përmendur Allah, të ka zonë gjumi. A njoni bën shqipe, nuk e di pse njështë o që pa bën me përmend Zotin shtrin. Po bre vlla, bën shtrin në shtrat përmende. Alladhina yadhkurun Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allahu dhul xhelal thotë janë të fatlum ata të cilët e përmendin Allah në kam, ullët, mbështetën, ranë në shtrat, e përmend Allah. A thamë që Allah dhul xhelal nuk kërkon ti kur ta përmendish të qosh në kam të rëtosh ka kible. Jo bre vlla, nuk jetu fal namaz, jetu përmend Allahun dhul xhelal. Pra, kur të del gjumi të thush La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ka zonë gjumi të përmend Allah. Dhe kur të ka dal gjumi e ke përmend Allahun. A di çfarë mirësi e ke? Prej kur të ka zonë gjumi deri kur të ka dal gjumi, ti ke fjet me laqet të llogaritin se ti e ke përmend Allahun. Si ba edhe në gjuma? Po, me kusht që të zënë gjumi duke përmend Allahun dhe ta përmendish Allahun. Kur të del gjumi edhe që ato 3 orë, 5 orë, 7 orë, se bon ma tepër se vinë sabah, që ato orë që i ke fjetur, a me kusht të ngrihesh para sabahun, që ato e ngjesin me laqet edhe e bëjnë të plot, prej kur i ndalë, deri kur e ke fillu përsëri, ajo mbushet plot, edhe që ato orë që ti ke flet, Allahu ta llogarit se ti ke bë dhikr. Subhanallah.